Kthyer kështu në studio me pjesën e fundit për sot me #Gjesin. Tash do të ndrojmë krejtësisht temë. Nuk do të largohemi artit dhe kulturës, por do të flasim për showbizin. Do të flasim për muzikat, këngët e reja, hitet, albumet të shumta të cilat po na vinë gjatë ditëve të sotme, gjatë muajve të nxehtë të verës, shumë bashkëpunime të ndryshme, por që publiku si gjithmonë ka ankesa, nuk po e kemi një hit. Me neve sot në studio për herë të parë në #Gjesin e kemi gazetaren Majlinda Vitia. Majlinda, mirëmëngjese. Mirëmëngjes, mirë. Edhe pas pak bashkë me neve në një lidhje direkte do t'jetë edhe DJ Erleta, që kemi pas në studio. Me të do të flasim edhe paka shumë për këtë ndrimin e zhanreve të muzikës. Por po e nisim kështu me Majlindën bisedën në studio. Para se me nisim me Majlindën, po du me i thonë mirë se erdhe në #Gjis, se është edhe i re, por që e kom si mysafire, kom pas kolege në fakultet. Edhe është nga cilë mirë që më thire se u pom këtu mas së kohë. Mas së kohë, kemi pom atë. Se do me thonë, angazhimet për bojnë atat vetën. Jeni bo edhe nana, jeni bo edhe kështu të dhe në fund. Në fund prapo shihe. Doni ju takoj. Jo është super. Majlinda është edhe një mike shumë e mire imja, kështu që e vlerësoj shumë që ka artë dhe sa të bashkë me neve me bo këtë bisedë. Po e nisem me ty, Majlinda, pse nuk e kemi një hit këtë verë? Halo. Shumë e thjesht, se nuk po bojnë hit. Po bojnë ma shumë këngë komerciale. Këngë që ma shumë për klabe, për jetë natës, për kështu dhe këto janë zakonisht këngë cilat e ka një gjatësin shumë shkurtër. Nuk muj me thonë që nuk janë këngë që nuk dëgjohen, sepse dëgjohen, por që nuk janë këngë të cilat besin shumë gjatë në memorien e njeriut, si që me mësuar me këngët dhe me bendet e mahershme, të viteve të mahershme, por sigurisht atër edhe muzika ka qenë ndryshe dhe kemi pasur kualitet në muzikë, kanë qenë të ralla ato këngë, të ralla, kësa hire po bënë, gjithkush me thonë ka hy muzikë. Vetëm nëse ke pak pare, ose nëse gjeni menaxher që pak ka shumë mbështet, nuk është shumë rëndësi nëse ke talent apo jo, ti thjesht keme dominu, keme bo një këngë aty dhe mendoj që kjo kamuflimi shumë i madhë dhe që kjo numri shumë i madhë i njerëzve cilë po mirën me muzikja ka hu vlerën, të me thonë muzikës të vërtet. Edhe hitet, edhe hiteve, natyresht. Pos këtyre gjanave cilat vetë se i përmendet që padyshim qëndrojnë ndoshta edhe për pjesën tjetër të publikut, cilat janë nështë edhe disa faktorë të tjerë që kanë diku që mështë kemi një hetë, sepse nështë edhe me heret edhe këngët komerciale cilat e përmendet e që janë bo, janë dëgju këgja shumë gjatë sezonës së verës, por këtë vetë nuk e kemi ende një këngë e cilat po dëgjohet shumë. Une këtë vetë me të thonë drejtë më të pa diçka dhe një farë heshtje matë madhe prej estradës. Nuk e di pse, viteve të kalume për shambull në kodë qërshor, korekt qërshor, ne kemi pas 1010 bashkëpunime, mu i me thonë, 1010 këngë. Këtë vetë nuk e di mu imi në mrugishta, përveç disa këngëtarëve cilët tashmo veç janë njoftun për publikun edhe ka një farë bagazhi mu i me thonë, ata po vazhdojnë një farë punë me rujta tempën e vetë, po i bin njëjtë, për shumë kanë arë me albume Syll Limani, ose me disa koncertet vogla, Silvana, Dafina, këto, po nuk është që kanë bo diçka si kanë bo viteve tjera. I ke pa minimum 2-3 lloj bashkëpunime prej Dafinës, prej Elvanës, prej Gjensilës. Këtë vetë diçka është një heshti shumë e madhë, nuk e di që kanë dikujt të ta, mos në shta bugjete, mos ju ka pak, ose investime. Kemi ma shumë albume, po, për vrejkët. E kemi diskutu në shpesh këtë edhe me Gjelinën. Ka shumë vanë, më thoshtë edhe arsyeja që po fokusohen të koncertet, tash edhe artistat ose tek albumet. Kemi shumë albume të ndryshme që kanë ardhur gjatë muajve të fundit, është Butrin Timeri, është Don Gjoni, është Kida, Repere, ma pas kemi shumë EP të shkurtra cilat janë publiku nga artistë të ndryshëm, por nuk e kemi një hit. Do me thonë, nuk është edhe në regull me bo albume, mos me met një hit. Këtu do të se cili me nëjmë u koncentru në ata dhe qka është të bo. U mu, për më shqetsu, po më duke që është edhe fakti që këngëtarët me këgjat njohu ndër vite në Kosovë, cilë kanë cilë këngë të reja, kanë bo do me thonë ku gjeq. Si këngë e fundit që ke Ledrit Mejrën, më duket, kush ishte? E Ledri Mejrën, do me thonë nuk e di. Besom që nuk shqipët nëzit kena i farë dëshire për me dëgju ma tutje se një herë. Do me thonë nuk është në regull dy këngëtarë me emër si Ledri dhe Era me bo një këngë të atile cëla. Për shambull si bashkëpunimi i pari tyne, kur
që ka qenë një... Edhe që pa të shpërthyrë dhe ka qenë... Pikrisht është ajo... Nuk e di ku është problemi. A nështë atëherë kanë qenë fillim fare, apo ka pas më pak konkurencë? Ndështë Mësë është edhe të publiku, ndështë ma janë gimet si kongë dhe nuk është që pi pëlqenjë. Se kohëve të fundit kemi pasur shumë publikime, shumë albume, por që e the edhe Gjelina, po e tha pak edhe Majlinda që kanë diku ndështë edhe kjo pjesa e koncerteve që fokusin ndështë ka mund tjetë edhe më shumë të koncertet sa tek një këngë het. Por që edhe Erleta mundet me nga të regu se e kemi në një lidhje direkte, se ndështë edhe zhanri i muzikës që po ndryshon kohëve të fundit mundet me ndiku që mos të kemi një het. Erleta, mirëmëngjesi dhe faleminderit për këtë inkuadrim direkt. Mirëmëngjesi, përshëndetje gjithëve, faleminderit. Përshëndetje edhe për ty, po të urojmë një ditë edhe punë të mbarë se po të shohim që jena ambientet të punës. Tregona pak çka ka ndiku që artistët në estradën shqiptare nuk e kanë një het këtë verë, nuk kemi një het i cili po dëgjohet që e kemi pasur ndoshta viteve të kalume, verave të kalume, një këngë që është dëgjuar pothuajse kudo. Tash për si vjetë, mendoj që problemi më i madh është që shumica e artistave po mundohen gjithçysh me bo hite, po nuk janë të kap esencën me talentin e tyre. Dhe më thonë, se secili prej artistave tonë, sikur jashtë vendet që janë shqiptar, secili kanë talent, po secili prej tyre po mënon me dhes direkt. Dhe më thonë, e mendojnë paka shumë vetëm me fitu, e jo me tregu talentin. Se na me muzikën që e në rritë, dhe më thonë që e në gotë dhe tash, muzika ka qenë ma autentike, ka qenë ma originale. Tash, artistat që ka përbojnë, dyshysh sikur muzikën e njejtë, ose të përsëritin. Nuk është që përkon të një dalem ose diçka, sikur kohët fundit, si që përmenden edhe aty në studio, pa keq kuptime, po që përmend shumë kjo kongari letri me erën, të gjithë e kanë kritiku se ka tinglu shumë njejt me bashkëpunimet e më pashme, edhe nuk është që ka duk diçka pak ma ndryshe, po unë mendoj që edhe pak janë po pritojnë me bo muzikë të mirë, edhe veç po mendojnë qysh me mbri me bo shumë pare, e jo me tregu talentin. Unë mendoj që nështë e kanë fitu ata një farloj komoditeti, edhe menojnë që veç emri që kanë pas, në ndër vite, a i shtynë tutje dhe me atë mujnë me dominu kur do që ata dëshirojnë. Po mendoj që edhe Gjelina përmendi ma iret publiku shqiptar është vedisu, edhe ka fillu me ndru shijet e tyre, edhe din masak që ka donë edhe që a i pëlqenë, ka fillu me i vlerësu ma shumë vlera. Edhe nuk është biles kamet mo artisti, me thonë që okej, wow, e ka emrin që kjo artist, është artist i madhe dhe tash gjithë qysh kena mja dëgju se mja pëlqy kongët. Që po më pëlqen që kjo vlerësim prej publikut që po e bojnë. Apo mos mundet me ndiku Erleta për shembull edhe muzika elektronike, se edhe muzika elektronike po dëgjohet shumë dhe është dëgjuar në fakt shumë, a mundet me ndiku edhe ndoshta ndryshimi i zhanret të njerëz, zhanreve të kongës? Pasë pak, ndikem, ama muzika elektronike u dëgju gjithmonë, edhe nuk është që për shembull ndalon ty si person me dëgju ndonjë zhanër tjetër, por derisa është muzikë e mirë, unë besoj që kam u dëgju, po pajton edhe mendimin e zonjës që tha edhe nuk edhe pak e ka një farë komoditeti, edhe thojnë hajtë se unë jam çka këngëtar ose këngëtare dhe di që njerëz kanë më dëgju kështu se ashtu, po besoj që tash kur të bëhet gjithmonë e njëjta gjë që përsëritet, dikur edhe njerëzve nuk është që kam ju pëlqy çfarë muzikë më. Çfarë kemi vreç apo i pëlqen publikut, kanë qenë këto koncertet e artistave të mëhershëm që janë rikthyer sketë. Si grupi Marigona që ishte edhe pyetja ime drejtuar Letës, po më pas që mund të inkuadrohet edhe Majlinda absolutisht, që ndoshta këto koncertet e kanë ndru pak shijen e muzikës tek qoftë tek publiku, qoftë edhe tek artista, që ndoshta po fokusohen më shumë tek puna në koncerte, sesa tek një këngë het për klube. A mund të jetë edhe kjo? Edhe kjo mund t'jetë, se shumë artista, dhe më thonë, që njohëm na, që performojnë
të kohën, sidomos gjatë verës që shkojnë në për klabe, në për vendet ndryshme, po tash koncertet janë diçka tjetër, është një përjetim tjetër, është ma shumë mund jep artisti kur të krijon e bën një koncert, se sa nëse shkon për shembull me një klub që ndodh këndon vetëm për një gjysore, edhe qysh koncerti është tjetër përjetim, edhe mendoj që si ja kanë fillu këta artistat ma tjetër, përshoj që edhe këta artistat e ri kanë marrë pak idenë që hej, nuk është puna veç me doll dhe me bo një hit, po do është edhe me tregu talentin, do është edhe me këndu live për me pas një audiencë të knaqët. Po, Majlinda, ki diçka? Po mendoj që koncertet kanë ndiku shumë të këshia e njerëzve. Edhe mendoj kështu vedisohet të publiku, na dhe ma herët të dash me bë organizimet të tilla, eventet të tilla në mënyrë që ta orientojmë edhe publikun tek ajo, tek vlerat, ndoshta, se nuk janë mbajt koncerte viteve më parë, kështu sikur se këtë vit, domethënë, mu po më pëlqen tepër shumë, se besoj që edhe interesimi i njerëzve është tepër i madh dhe po habit në se nuk e kom ditë që jemi ka që njerës dhe me thënë. Duke që artistat po fokusohen në gardë për koncerte, jo për kongë, ma. Po që ka dojnë me silë ta një koncerte ata mas një kohë, nëse nuk fokusohen në Vetëm ta kongë. falenderojmë Erletën se është në ambientet e punës dhe ta lirojmë. Erleta falenderit shumë për këtë lidhje direkte dhe po të rojnë anë ditë dhe punë të mbarë. Falenderit shumë, ju përshëndes edhe një ditë të mbarë. Falenderit shumë. Shihemi, tëng. Gelina, pës këtyre kongëve hite cilat na gjithmonë i kërkojmë prej artistëve tonë, i përmendi disa prej tyre dhe Majlinda, janë edhe këta të muzikës popullore që gjithmonë e bëjnë një kongë për diasporën, për gurbetin, për mallin që e kanë. Çka po mendon Majlinda, e bojnë për shkak që e ndjejnë apo e bojnë për me marrë një pjesë të diasporës afër vetës ndoshta? E bojnë mas shumë ti për përfitime personale. Okay. Do me thonë, nuk është të rallë të janë ata këngëtar të muzikës popullore cilët nuk i dhja më i me cekna një. Patjetër, nëse është, po për atë po mendona, nështë përveç shkurt e fejzës që një që ka bojë çdo herë dhe kongë patriotike dhe kështu, nuk është ndaj një tjetër që me të vërtetë e ndim. Pra mendon që këto kongë të gurbetit, këto kongë që i kushtohen gurbetçarëve dhe diasporës, këto bojë sa mi shti përfitime? Pak mi preke emocionet e atyne se i dim sa ndishëm janë, për shkak largimit tyne prej vendit, për shkak e dim që është një emocion shumë i madh, edhe u mendoj që veç e shfrytëzojnë emocionet e tyne, asgjë më tepër. Okej. Në përfitimet e thash, s'ka tjetër. Po çka kish mendruar ndoshta tregun muzikor tek ne Majlinda, kemi edhe muaj ngosht, një muaj goxha gjatë që na pret përpara dhe ndoshta artistat kanë më na surprizuar me ndonjë het që ka më u dëgjuar shumë edhe ka më u pëlqyer shumë. Po çka ndoshta ish dashur të ndrusi pas teja? Nuk e di sakt qa me thonë që asa ta vedo me thonë nuk pedin, qka se kam pështila, kam bol ljamsh, po menoj që ndoshta ish dash me bëk pak ma shumë duete me zvete, këngëtar, se përsho se kur dikush bëm famë. Jo, duetet nuk po mungojnë, kemi shumë duete. Nuk po menoj që po bëjnë këngëtar cilët ndoshta ishin përshtatë ma shumë, me njëri tjetrin që mu dueti që më erdhi interesant ke i fundit dhe dhurata dorës me Gjestin. Që ndoshta kjo është një ndryshim cilin mujna me konsideru që mundet me kon interesant për me pru një muzik ma ndryshe. Okej, përse edhe stili i kongës të reketon, kështu ma ndryshe. Edhe stili i kongës ma ndryshe, do shta që kjo është stili i kongës me qenë pak ma ndryshe, jo si kur këta që komercial, që po sjellin vazhdimisht. Edhe gjitha tekstet e njëjta, du me thonë, janë bo klishe. Nëse i merë këj kongë, këj di prej 10 kongëve nëse mund është me nëzirë një refren i cili nuk është përsërit gjatyre 2-3 vite minimum 10 herë. Që ajo është janë alem për shtypje ma shumë të një artistë, përveç për shambull muzikës, është edhe teksti kongës që të prejkë, ose të lumturon, ose çka do. Ta jap një emocion, si do të thonë. Po, ta jap një emocion, tamam. Kështu që për shembull mund të më ndalë tek tekstet e Yllit si artist, Yll Timani, Tuna, pastaj Elvana, po, kanë Dafina. Mendoj që këta emra veç këta janë të dominuar, kështu edhe këtë verë. Nuk ka diçka tjetër. Nuk e di pse artistë të rinj cilët janë fut në tre ka shumë, po veç po sjellin një këngë dhe po mesin aty. Nuk e di, a ndoshta nuk po kanë shtytje ma shumë si
A menojnë era që si emër ka hum pak ti? Jo pak po shumë. Po. Nuk është në rend do shta me këta artista? Jo, nuk është era në zhanrin cilin ka qenë shumë ma mirë. Prej momenti që ka dalë në këtë zhanrin pak ma, nuk e di mu personalisht nuk unë pëlqen as pak, do me thënë ka dalë jashtë vetës. Jashtë as talentit që ka, jo ka talent shumë ma shumë, ka talent është ma shumë se krejt ta mi bo bashkë, cilë ti përmenëm diri tash, por që menoj që nuk është në pikën e duhur për me shfaq ata që duhet me shfaq. Edhe me ofru publikut vlerat, pse jo? Nuk është të thane pa tjetër me dalë desh, nuk është të thane pa tjetër me përdor fjalë cilat banale, cilat nuk do të me u përdor, ose që mujnë abre miliona ana shpaka, dhe me boni ka. Këto na ka dëshmu paka shumë edhe Limani me këngët e tij të fundit, që tekstet e cilit po vlerësohen koqa shumë. Po, kanë qenë shumë të mira, do me thanë. Po, të albumit të fundit edhe të shumë këngëve cilat. E dëshmoj edhe koncerti ti, do me thanë cilin e mbajtis fundve, edhe këto janë dëshmi ma të mira. Ma pëlqim të paragjykimet që ju bon shumë publikut në koncert të yllit e sidomos grove. Mu asë njërë nuk më pëlqenjë të paragjykime, se nuk e di... A të duken me vend, po me nëjë sa të pëlqynë, po e ta më përre me pëlqynë, po... As me vend, as nuk mujta me thonë që janë që kanë qenë me vend. Qka ka me vend këto? Dhe me thonë ylli është një gjithkun në bot, një këngëtar, vlerësohet, i ka fansat e ti, Ylli Limani e di me ka këtë kategorin që i prejkë ma shumë, femrat janë mantishme. Edhe këta me shkujt me thonë që adojnë, por nuk i kanë asë përgjysë emocionet që mune mi pas një femër. Kështu që Ylli Limani si artist ka di ku me i prejkë, do me thonë një pjesë publiku ti, si që gjinja femrore, dhe halali kofri, ka marrë për veti, pëse mos me shku ata me dëgju, s'ka nevoj me pyrë kërkana, me shku, mos me shku, është jeshtë dëshire tyne, shumë mirë që kam pas, nuk po besoj që dikush nditë sodit është me një qasi pike që veç hajtë del, do me thonë, shkon që aty dhe se din kërkosh, ose mendoj që njerëz i kanë disa kompromise në familje, por na si shoqërimi pak paragjykuse, edhe kjo na bën mirë, na hap debate zakonisht. Të uru edhe të shpresu që këto paragjykime kanë me undalë dhe s'kanë me vazhdu edhe matutje në koncertet e radhës dhe në festivalet e radhës, se tash e kemi edhe Sunny Hillin që po besoj që edhe aty nuk kanë me mungu këto, po urojmë t'jenë sa më të pakta. Majlinda, faleminderit shumë që ishe sot bashkë me neve edhe që diskutuam pak edhe për showbizin edhe për këto këngë të reja, duke uru edhe duke shpesu që kemi pas ma shpesh tash për showbizin me folë këto. Kismet, faleminderit e juve për ftesën. Faleminderit shumë Majlind, edhe për energjin pozitive që na ke sjellë sot me mëngjes. Faleminderit edhe juve, kom gjetë energjinë edhe... Veç e vazhdo vendi duhet. Veç e vazhdova, do më Knaci gjithmonë me pas mësafire, faleminderit shumë. Faleminderit.